diskutu gati që një orë gjithë shto, okej, patëm edhe tema tjera, po pse kërkush nuk po dajt me një emër konkret për presidentin? Pse po hezitojnë, pas ka përgjigje njësari, po të duket? Kretjon tutut. Do më thonë, kretjen tutut me dojnë me emën konkret. Po pse ka që frike madhe është me dojnë me një propozim? Nuk ka logik tjetër. Nuk ka pun tute, po nuk ka interes. Asë njerë se kena postë me tonë, ma pytje emrin e presidentit se dëri sot. Nor, është shumë e thjeshtë. Dhe sikur jena të e zgjeni par presidentit botës e jo të Kosovës. Shko, profa e tha që Albin Kurti një farforme ose tjetër është të dashtë me morë komplet pushtetin. Po kush të dashtë me morë këtë pushtetin se kjo së nuk ka... Po në regull tash, unë veç po du mu dalë të fjallët e profës. Profa e tha këtë argument, edha këtë argument merët. Se cili sot që është pjesë e politikës, pjesë e jetës përditshme, dëshiron me konë sa maj pushtetshëm edhe maj fuqishëm. Okej, se nuk e di sa asone nuk jam ekspert, heq nuk jam ekspert në këtë çështje, pa nuk ka ekzistu dikush në ekspert që me buni nënë që nëse teki, do më thonë, kuvendin edhe qeverin, automatikisht të ndalohet edhe me propozimin. Çka po du me thonë është që se një parti politike mundet me fitu një shumicë shumë atë madhe dhe mëndej ju kish mohu e drejta. O qështë, nëse ki pushtet ekzekutiv, do me thonë, pëse nuk ka ekzistu një nënë që aty që ti nuk guxon me ep një amën, qasoj partije që jetohet e i vendin, nuk ki nevojti me kandidat. Ska guxon, në demokraci, aj që fiton mas shumëti, aj e bën institucionet. Okej, ta është ta ndryshoj pak sistemin demokratik. Okej, kjo është mëndej. Zoti Kurti, sikur me pas vullnet edhe gatishmëri me zgjidh situata, sa ka vullnet edhe gatishmëri me bloku situata, nas si shumë kanë të fol heq ma për kush tek pse. Po i shumë kanë të fol për profilin e presidentit ose presidentit. Zoti Kurti është duke tentu në çdo formë e ma shumë me zhyt opozitën. Edhe që kjo është që po kthena prap të që thash. Partit opozitare nuk guxojnë me leju këtë pjesë. Ato do të me shku mbrapa Kurtit. Çka do të me bo? Mbrapa Kurtit. Do të thonë, partit opozitare, në këtë rast ato partit opozitare do të me shku me propozim konkret. Po nëse ato nuk shkujnë me propozim konkret edhe rinë dur kryq për balë Zotit Kurtit që është të lujt me ta qysh po dënë edhe kur po dënë, atër pa tjetër që në zgjedhjet e ardhshme për sëri kanë me dollë blokuse. Nuk kanë të gatshme më ullë në tavolin, nuk kanë të gatshme me qu emën konkret, nuk kanë të gatshme me votu. Një pyetje shtruhet. A kish mujt me imaginu dikush para 3-4 vjetë, ose që edhe para 10 vjetë, kur ka qenë si kanë fitu partit e para, për shkak që kanë dalë me 30% në kështu me radhë, që një person i cili fiton 51% me blloku shtetin. Po ky ka fitu 51% me qeverisë. Po da, që to është esenca. Problemi që kjo është zotëria po dëshiron me kopë diçka. Neve delën edhe na thot, unë i kum fitu 51% me bot kuvendin edhe me bot qeverisë. Asnjë votues, veç pak, asnjë votues vetëvendosjes nuk e kom një që po shkoj me votu zotin Kurti se ka me zgjedh presidentin. Është tjetër muhabeti që na kena ditë që kena marrë çfarë pikë. A dini pse ka ndodhur kjo? Për arsye se Albin Kurti kur ka hyrë në zgjedhje në vitin 2019, në njerëz po harrojnë, ku ka një si dyshe me Vjosa Osmanin. 2019 kam posë koalicioni, se 2019 kanë qenë dorë. U kriju psikologji që njënë për këtyne do të me gëbu. Ka posë bashkëpunim dhe kë... 2021 kur kanë hyrë së bashku këta në zgjedhje, qytetarët e kanë ditë që Vjosa Osmani do të jetë presidente, Albin Kurti do të jetë kryeministër. Të paktën kështu e kanë. Edhe Albin Kurti ka arrit me kriju që kjo për mendimin tim në bazë që funksionon Kushtetuta e Republikës Kosovës ti as për kryeministër nuk voton, ti voton për deputet. Nuk ka zgjedhje për kryeministër, ka zgjedhje për deputet. Deputet, atë që edhe një deputet i minoriteteve që mund me pas shembull 300 vota me Kushtetutë Kosovës, mund të bëj kryeministër i vendit. To është legjitim është ajo. Se këta thonë, nuk mujna na me bo kryeministër, kur thashtë Albin Kurti, nuk mujna na me bo kryetar parlamentit, Fatmir Limajnë se ka pak vota, po që ka rëndësia jo. A i zotëria është në parlament, momentin kur ta merr besimin, ajo është legjitime. A i nëse merr gjallët vota, 70 prap legjitime është. Se është një votim i matutjeshëm që bëhet.
Por ne kemi pos kryeministra, ka qenë Agim Qeku, që nuk ka qenë pjesë e parlamentit më herët, që u bë kryeministër. Domethënë këtu janë lojnat Albin Kurtit që ka kriju një ide, një fantazi më shumë e tij. E ka udhë sikur një tuf mizash najr te populli, ti mendu që populli do të më zgjedh presidentin. Ne nuk kemi zgjedhje presidenciale. President zotri mund me konë një figurë unifikuese. Kape një profesor, njëri akademik, që atje këtë partitë e votojnë në rregullim. Po zotri Kurti dëshiron një president i cili është i varur prej tij. A ju kujtohet kur Albin Kurti thoshte presidenti, kur kon dashim thosë si presidenti është një notar. Nuk ka nevojë të kemi marrë kompetenca ekstra. Tash, po kërkon një president i cili është komplet i vartës i tij. Po ky le që është kundërthonje. Ky është komplet i ahuq qasës të cilën e ofron Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Edhe ka thonë presidenti s'ka kompetenca, edhe tash unë pedu një president. O zotri, koncentrov. Nëse presidenti nuk ka kompetenca, propozu di kanë. Propozu një figurë unifikuese, ka votojnë krejt. A i ka thonë Lumir Abdigjiku që nëse presidenti Vjusa Osmani, ne ka thonë nuk kemi vot kundër Vjusa Osmani. Oke, mirë, mi li Kish mund me zhe, pa nuk e dënë Vjusa. Zoti Kurti ka propozu t'i kanë. Nura, Ja, legjitime është, absolutisht. Kusë të ke fundit politikë. Atë shumë e kemi... A mu nuk ka moral politik. Shiko, problemi është që në këtë klasën tonë politike të antagonizuar me zveti, shtirë është me gjithë një figurë konsensuale. Do më thonë, e para, me gjithë një figurë konsensuale, do më thonë, liderët politik nuk ta votojnë di kanë që maj meqëm se ne unë i pëjtyne, ose sekret ata. A kemë bahtiren. Ata, Së mos me votu njërin? Ata mujnë me gjithë ne që i do këtë maj budalëm se tonë, edhe thonë për to, mujnë me gjithë... Ta e kanë votu të malboshën për kërtorë parlamentit. Mujnë me gjithë kompromis, thonë, hajde se neve s'ma prisha, dhe që aty mujnë me gjithë konsensusi. Për tash, problemi është që ta pëtutën, në ashtë apavaki, thonë, na peshojnë për të budalëm, pa e del në mërë pushtetin. Edhe, se ajo... Shtu ka ndodhë, sa për shambull, PDK-ja, thash e ka përkra Agim Bahtirën, zjedhët vitit 2013, e fryte, me më luftu mua, fundaj, le që u bon një mandat, aja mori, je që mujti mu, po ja mori edhe atyne, po më dhe pushtetin, e ma de, smujtën me hjekas, mandatën tjetër, për në këtë partitë bashkë, edhe smujtën me mujtë. Nëse veç friksohemi me forcirat një tjetëri, për shprejna kështu të ashtë vjenë që nësë kena me met pa klasë politike krej. Unë e shoh, dhe më thonë, nëse del, dhe më thonë, PDK-ja, ashtë s'po dënë me propozu presidentin, se po ka ambicje më të mëdha. Matematika tjera. Matematika tjera. Tash nëse vjen shonë sa LDK-s, LDK mundet me propozu Lumirin o Lutfi Hazirin, shambull, edhe me kry këtë ma betë. Edhe ma LDK-s propozu. Okej, besnik përfund. Qa do është me thonë para se... A përfundon, a na prapë se prapë kemi më silë në gërshët tila, si puna LDK-s mundet me përfundu, edhe nëse zgjedhje tjera shkojnë, për shumë zgjedhje tjera dhe bojnë koalicion LDK, kjo PDK-ve të vendosje, edhe LDK-ja metet atë me 15 deputet.